Ula. Bravo. Bravo. Ju thashta ullni edhe parullën, me që te parulla kishit shkruar që qa ka vlora, hajtja bëjmë dhe ne fora, se vlora në fakt, duke filluar nga ata që janë atje tek zona e ati zhvillimi, janë të gjithë për atë zhvillim. Kështu që nuk duhet me ngatru këtë gjëra. Shumë faleminderit për këtë mikpritje në këtë vap, e në këtë zhurmë, është vërtet një provë respekti për familjen tonë politike dhe është një provë respekti edhe për të gjitha ata cilët u nderuan këtu sot me medaljen e mirënjohjes për çfarë bën në kohët shumë të vështira kur i duhej dhënë jetë, i duhej dhënë forcë dhe i duhej dhënë kurajo Partisë Socialiste. Por sot nuk ishin të gjithë të pranishëm këtu dhe natyrisht që kjo histori është një histori 35 vjeçare ku edhe vitet kanë bërë të vetën e unë nuk dua që ta lë pa u përmendur dikush që sot mungon, por pa të cilin Partia Socialiste e Elbasanit nuk do ishte ajo që u bë dhe rreth të cilit punuan dhe bën shumë betejë, shumë për atyre që këtu morën me plot legjitimitet medaljen. Dua një duartrokitje të fortë për Qazim Sejdinin. Faleminderit edhe duke qenë se Lala ishte edhe besimtar, unë dua shumë të besoj që ai po na shef nga lart sot. Ndërkohë që duke kujtuar të shkuarën është shumë e vështirë sot, janë bërë shumë vite që t'ju flitet për të atyre që janë këtu gjenerata më e re, ata që erdhën dhe u bashkuan me veteranët në këtë tribunë si antarë të sapo regjistruar të Partisë Socialiste, as nuk e kanë idenë se çfarë ishte koha, rruga dhe sfida e Partisë Socialiste në krijimin e saj dhe në vitet kur të ishe antar i Partisë Socialiste ishte jo e lehtë dhe vinte me lloj-lloj kostosh personale, familjare, kosto të profesionale, të karrierës. Shumë socialistë nuk kishin të drejtën e një pune për shkak se ishin
antarë të Partisë Socialiste. Dhe mua më kujtohet kur kemi bërë një takim pikërisht këtu në Elbasan dhe kam marrë mesazh nga një mësuese. Ne ishim në opozitë në atë kohë, nga një mësuese e cila më shkruante se ishte votuese dhe ishte antare e Partisë Socialiste, e më kërkonte ndjes që nuk vinte dot në miting, ashtu si edhe plot mësues të tjerë, pasi sot duket e pabesueshme, po kamerat, materialet filmike që publikoheshin në ekran, merreshin dhe shikoheshin njerëzit një për një, dhe nëse ata që ishin pranishëm në takimet tona ishin në punë të shtetit, largoheshin nga puna. Kështu ishte në atë kohë. Sot kjo është e paimagjinueshme. Sot kemi të tjera sfida, por unë besoj se sfida e sfidave që kemi sot është që të mos humbim më kohën, që të mos humbim më kohën e Shqipërisë, që të mos humbim më shanset e Shqipërisë, që të mos humbim më trenat e historisë së këtij vendi. Sepse kemi humbur shumë kohë, kemi humbur shumë mundësi, kemi humbur disa herë trenin e historisë dhe kemi mbetur pastaj jo në stacion, po kemi mbetur në buzë humnerash jashtëzakonisht të rrezikshme. Sot ne jemi më afër se kur realizimit të një ëndre shekullore të shqiptarëve. Natyrisht Bashkimi Evropian nuk ekzistonte kur rilindasit tanë donin ta drejtonin vështrimin e popullit dhe të kombit ton nga perëndimi, nga Europa, por na infrashri e la të shkruar amanetin e tij për të gjithë brezat më pas, amanet që sot është në duar tona. Po ndryshe nga brezat më pas, ne nuk kemi vetëm amanetin në duar, po kemi në duar tona edhe mundësinë e madhe që me duar tona ta ngrem Shqipërinë në krah dhe ta vendosim në atë maj ku e donte na infrashri, ku e donin rilindasin, ku e donin të gjithë ata që e deshën Shqipërinë të lirë, të pavarur, por atje ku si thot Naimi, dielli lind ku perëndon, me syt dhe me vështrimin nga perëndimi. Dhe natyrisht që sot ne jemi më pranë se kur Bashkimi Evropian. Sot ne jemi më pranë se kur edhe një transformimi të ri, një kapërcimi në një nivel tjetër për ekonominë tonë, në një nivel tjetër për shoqërinë tonë. Jo vetëm fal futjes në Bashkimin Evropian, ku vendet që hynë pastaj mikpriten nga ajo familje dhe mbështeten edhe financiarisht që të fillojnë të forcohen dhe të bëhen të barabarta edhe ekonomikisht me të tjerët, por edhe fal mundësisë jashtëzakonshme që na ka dhënë natyra apo Zoti, që të kemi një vend që i ka të gjitha potencialet dhe asetet e nevojshme për të qenë një vend i pasur. Duke kthyer gjithë të pasurinë natyrore në një motor të ekonomisë sonë. Jo vetëm në një bukuri që e shijojmë duke e parë, por në një motor të ekonomisë sonë, siç kanë bërë të tjerët. Dhe shikojeni rreth rrotull fshinjët tanë. Shikoni Greqinë,
se nuk po ju them Italinë, se Italia është një vend i madh, një nga 7 vendet më të pasura të botës e të tjera me shumë histori dhe me shumë ndryshime në këtë drejtim. Po shikoni Greqinë. Shikoni Greqinë në jug, se çfarë ka bërë me turizmin dhe se sa shumë ka fituar prej turizmit. Shikoni edhe Malin e Zi në veri. Një vend më i vogël se Shqipëria. Një vend me 5-600.000 banor. Një vend me një territor shumë më të vogël dhe me pasuri natyrore shumë më të pakta. Është një vend i cili prej vitesh tani më është në krye të klasifikimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor për paga, për pensione, për mbështetje financiare për ata më në nevojë. Është një vend i cili nuk ka fabrika, një vend që nuk prodhon as makina, as traktor, as anije, dhe nuk ka as industri. Është një vend që nuk ka bujqësi. Në Malin e Zi, një pjesë e konsiderueshme e produkteve bujqësore i marrin nga Shqipëria. E si ka mundësi që ka të ardhura për frym më të larta edhe se sa vetë Serbia, që është vendi më i madh i rajonit dhe që ka dhe industri, ka dhe plot të tjera gjëra që Mali i Zi nuk i ka. Vetëm për një arsye, se Mali i Zi ka bërë atë që sot na ka ardhur radha ta bëjmë ne dhe për të cilën kanë dalë protestat atje. Dhe për të cilën është krijuar gjithë kjo çorodi e madhe, duke ngatruar lloj-lloj gjërash në një çorb, duke ngatruar pasionin për mjedisin, duke ngatruar ndjenjat e dashurisë për natyrën dhe nevojen për të bosu prekur natyra, me lloj-lloj agjendash të tjera dhe lloj-lloj qëllimesh të tjera. Mali i Zi nuk do të ishte ky që është sot, të dashurit e mi, nëse projekti që hapi rrugën e transformimit Malit të Zi do ishte bërë këtu. Dhe nëse ai projekt do ishte bërë këtu ku erdhi dhe trokiti së pari ai sipërmarrësi i famshëm kanadez që pastaj iku në Malzi, se këtu i mbyllën derën, ose më saktë këtu i kërkuan pjesën. Atëherë, Mali i Zi nuk do ishte bërë aq shpejt ai që u bë, dhe ne nuk do ishim sot akoma këta që jemi. Por do ishim ne që do kishim vendin e parë në këtë rajon, edhe për paga, dhe për pensione, dhe për të ardhurat tjera, vetëm fal pikërisht asaj industrie të turizmit, asaj pjesë të industrisë të turizmit që është turizmi i luksit. Ata që thonë që ne nuk na duhet turizmi i luksit, se ne nuk kemi lek që të shkojmë në ato hotele, ne nuk kemi lek që të futemi në ato rezorte, ata nuk e din se në fakt ato rezorte dhe ato hotele janë motor të ekonomisë tyre, të ekonomisë së vendit që ka, të ekonomisë së njerëzve që jetojnë atë vend. Sepse ato rezorte dhe ato hotele nuk janë aty të shkëputura nga realiteti i vendit. Ata njerëz që vinë për të fjetur aty, ata njerëz që vinë për të qëndruar aty me ditë tëra, kanë nevojë për vendin, kanë nevojë për çfarë prodhon vendi, kanë nevojë për shërbimet që ka vendi. Dhe kështu ata janë në fakt arsyeja pse fermerët mund të prodhojnë më shumë edhe mund të shesin edhe më mirë.
Ata janë arsyeja pse peshkatarët mund të nxjerrin më shumë prodhime dhe mund të shesin më mirë. Ata janë arsyeja pse të gjithë sistemet e shërbimit, dyqanet, taksit, autobusët, furgonët mund të kenë shumë më tepër punë, edhe mund të kenë shumë më tepër të ardhura dhe në fund fare ato rezorte, ato hotele janë arsyeja pse shteti merr më shumë taksa. Merr më shumë të ardhura nga gjitha e veprimtaria ekonomike. Ai Porto of Montenegro që shkoi në Tivat, ndërkohë që sipërmarrësi që inicioi donte ta ndërtonte Durrës, u vendos në një zonë që ishte zona më e parambetur e Malit Zi. Në një zonë që nuk kishte turizëm, sepse ishte bazë ushtarake. Porti ishte porti i vjetër ushtarak i ish Jugosllavisë. 10.000 banor, të ardhura shumë të ulta, të rinia që ikte se s'kishte çfarë bënte atje. Sot Tivati pret 5 milion turist në vit, vetëm për shkak të atij porti, të atyre hoteleve dhe të gjitha atyre që erdhën më pas. Por ama në dyqanet e Tivatit janë ata që janë prej atij vendi. Shërbimet në Tivat i bëjnë njerëzit e atij vendi. Dhe aq shumë punë ka, dhe aq shumë nevojë ka, sa natyrisht vinë edhe të tjerë. Ama për të gjithë të rinjtë dhe të rejat e Malit Zi, siç unë i pash, i takova vetë në punët e atij hoteli ku ishim ne së bashku me udhëheqësit e tjerë të Europës, ka një vend pune cilësor, ka një vend pune që nuk ka asnjë arsye për ta lënë, për shkuar të kërkuar fatin jashtë vendit. Tani më falni, po ne ç'a jemi? Ne jemi budallëj që do vazhdojmë të shikojmë se si të tjerët i marrin mundësitë që ne i lejojmë të na rrëshqasin. Në ndërkohë që fal gjithë transformime që kemi bërë, fal fakti që Shqipëria sot nuk është më vendi që përmendej vetëm për kriminela, vetëm për trafiqe, edhe vetëm për keq, por është një vend që përmendet nga të gjithë, në gjithë botën, si një vend turistik. Fakti që sot Shqipëria është një vend ku vitin e shkuar erdhën 12 milion turist, fakti që Shqipëria është në një pozicion gjeografik kaq strategjik në mes të Europës, me distanca nga vendet e tjera rreth rrotullit pothuajse të barabarta. Fakti që Shqipëria është një vend tolerant, është një vend ku ka vend për të gjitha fet, është një vend ku askujt nuk i thuhet plaç. Këto janë gjëra që i kanë mësuar tani më të huajt. Dhe prandaj dhe investitorët, prandaj dhe të gjithë bota janë të interesuar të shohin a mund të bëjnë në Shqipëri një biznes me ambicie shumë më të madhe. Dhe projekti të cilit po i bëhet rezistencë në mënyrën më absurde, është një investim prej 4 miliard eurosh dhe është investimi më i madh në Europë për turizmin që prej shumë vitesh. Dhe ne ta bëjmë si lopa, kur thot populli që e mbush kupën dhe pastaj i bie me shqen në fund, duke i treguar botës një pamje krejt të ndryshme nga ajo që ne jemi. Ta bëjmë si lopa, duke shpërndar për gjithë ato lumenjt e kanalet e llumit të rrjeteve sociale, lloj mesazhesh krejt gabuara, ku shqiptarët thonë ato që se kanë thënë kurrë dhe që s'mund ta thonë kurrë. Shqipëria është e shqiptarëve. Shqipëria nuk është e shqiptarëve, sepse shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, dhe këtë e thot kanuni. Shqiptarët
janë të zotë të shtëpisë këtu, po shtëpia është e hapur për gjithë. Shqipëria është e shqiptarëve, të kujton atë sloganin e tmerrshëm të Gjermanisë naziste. Gjermania është e gjermanëve. Me Gjermaninë e gjermanëve, ata që e udhëhoqën atë popull shumë të madh, atë kombë shumë të madh, atë vend shumë të madh, me atë slogan e katandisën në një zhele, e bën delen e zezë të botës, e bën një vend që sot e gjithë ditën ka alarmin për të qëndruar të shkuarës në mënyrë të palëkundur, duke refuzuar atë teori. Ajo është racizëm, ajo është verbri, ajo është thik mbas shpine, për të gjithë ata që në fakt Shqipërisë i kanë dhënë medaljen e artë në luftën e dytë botërore. Në radh parë muslimanët, pastaj edhe krishterët, që u bën shpëtimtarët e hebrejve dhe e bën Shqipërinë të vetmin vend ku nuk u dorëzua një hebrej gjatë luftës. Kush flet sot për këtë pështyn mbi varrin e tyre, pështyn në fytyrën e asaj Shqipërie që sot e admirojnë të gjithë na shikojnë me çudi, edhe na shikojnë me respekt, kur dëgjojnë që ky vend i vogël ishte një vend ku kishte dritë, ndërkohë që në gjithë Europën kishte errësirë. Ndërkohë që në gjithë Europën i merrnin hebrejt dhe i shisnin te gjermanët nga Afrika, shqiptarët i morën dhe nuk patën frikë që të vënë veten e tyre në rrezik. Si mundet ne të katandisemi dhe të bëhemi pre e ca ignorantëve, e ca delirantëve, e ca sharlatanëve që shkojnë me demek për të mbrojtur mjedisin, edhe flasin për Shqipërinë e shqiptarëve, e flasin për të huajt që duhet i përzëm nga Shqipëria, e flasin për pronat e pronarëve që duhen konfiskuar, e flasin për pronat e shtetit që nuk e diun se çfarë duhet bërë. Çfarë është kjo? Kjo është një budallëk i madh. Dhe në këto momente, pikërisht në këto momente, kur Shqipëria është duke u përballur me sfidën e vet më të madhe historike dhe kur kombi shqiptar është përballë realizimit të një momenti po aq historik sa lidhja e Prizrenit, siç është futja në Bashkimin Evropian, këto janë agenda dhe këto janë lëvizje dhe këto janë marrëzira që shkojnë në drejtim të gabuar me sensin e historisë. Unë nuk diskutoj këtu kanë të drejtë, s'kanë të drejtë ata që janë shqetësuar, a kanë të drejtë, s'kanë të drejtë ata që duan që mos ndërtohet, a kanë drejtë, s'kanë drejtë. Nuk është ky thelbi i çështjes. Gjithsekush ka drejtë këtë opinionin e vet. Por nëse ti je i shqetësuar për flamingot, nëse ti je i shqetësuar për natyrën, nëse ti je i shqetësuar për se si një zhvillim të mos e dëmtoj natyrën, po t'i ndihmoj Shqipërisë, ti je i pari që je interesuar për faktet, jo për gënjeshtrat. Ti je i pari që duhet i bësh jehon të vërtetave, jo manipulimeve. Ti je i pari që duhet kërkosh të dëgjosh si është e vërteta, të verifikosh të vërtetën mbi bazën e fakteve, edhe jo të bësh tangërllikun që ne s'duam dëgjojmë, ne s'bëjmë negociata, ne duam dorëheqjen. Dorëheqjen? Cilën dorëheqjen? Dorëheqjen nga çfarë? Dorëheqjen nga misioni i Partisë Socialiste për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kush do shkoj ta përfaqësoj Shqipërinë atje? Kush do ulet atje për të negociuar me Bashkimin Evropian? Kush do t'i dali për zot Shqipërisë? Ata që kujtojnë se mjafton të vishesh si flamengo edhe je seksi edhe do të vinë tjerët nga mbrapa. Në ndërkohë që ka dalë edhe teoria tradhtarëve,
Shqipëria e shqiptarëve, pushteti i tradhtarëve, këto të gjitha janë marrëzira, të cilat vendet i kanë paguar shumë shtrenjtë. Po nuk po shkoj deri ke Gjermania se do më thonë pastaj që pse i ngatron këta, se këta janë çuna të bukur me nazistët. Nuk i gatroj me nazistët. Nazizmi triumfoi jo sepse ishin disa njerëz të këqinj që morën përsipër ta çojnë Gjermaninë në atë rrugë, po se shumë njerëz të mirë shkuan mbas këqive. Triumfoi jo se ata të këqit ishin djalli vetë dhe gjithë populli ishte një popull djajsh, po pikërisht sepse ata të mirët, që janë gjithmonë shumica, vajtën pas Berihajt. Dhe prandaj, unë nuk e kuptoj dot, si mund t'jesh ambientalist, edhe të rrish në një shesh bashkë me lloj-lloj njerëzish që kanë në fjalorin e tyre 40 fjalë, nga cilat 20 i kanë një rrokshe. Ik, të që, qërë, rëdë, dëdë, qarë ambientalizmi është kë? Qa ambientalizmi është kë? Kjo është ndotja më e madhe akustike që mund t'i bëhet një shoqërie. Dhe nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishmja dhe që janë faktet. Nëse unë dhe ju do ishim tradhtarët, atëre nuk do kishin pritur dot njerëzit 35 vjet që ta merrnin vesh. Nëse unë dhe ju do ishim tradhtarët, atëhere nuk do kishin ardhur për të votuar për Partinë Socialiste 800 e kusur mijë njerëz, shqiptar nga Shqipëria dhe shqiptar nga diaspora. Nëse unë dhe ju do ishim tradhtarët, atëhere të jeni të sigurt që nuk ka patronazhist, nuk ka organizat, nuk ka struktur që mund ta përmbajë një popull që të shkojë në votim edhe t'i rrëzoj tradhtarët. Por ne nuk jemi tradhtarët, ne jemi shpëtimtarët. Ne jemi shpëtimtarët e një vendi që kur ne morëm detyrën, ishte i zhytur në lum. Ne jemi shpëtimtarët e një vendi ku vriteshin me çifte flamengot për qef, e ku vriteshin zogjt, e vriteshin kafshët e pyllit sin harados kur i thon fjalës. Ne jemi shpëtimtarët e faunës Shqipërisë, sepse vum 10 vjet me moratorium, 10 vjet moratorium kundër gjuetisë. Dhe faktet, jo fjalët, regjistrat ku janë të regjistruar ajo që quhet popullsia e shpendëve dhe e kafshëve të Shqipërisë tregojnë se si janë rritur dhe si janë shtuar gjatë qeverisjes sonë. Flamingot nuk vinin fare, nuk vinin, sepse ata janë zoj shtektar. Ata shkojnë nga një vend i qetë në një vend qetë, sepse i priste çiftja, i priste pushka, i pristin horrat, të cilët kishin liri që të bënin masakër në çdo vend ku kishte shpend e në çdo vend ku kishte kafsh. Horrat që e kishin mbushur detin, e kishin mbushur liqenet me tela korrenti, që i vrisnin peshqit me tela korrenti. Prandaj, nëse flamingot do kishin gojë të flisnin, nuk diskutohet që edhe ngjyrën nuk e kanë rastisht ngjyrën e Partisë Socialiste. Ne nuk jemi tradhtarët.
Na tregojnë këta korupcionin. Na tregojnë korupcionin blogerat që nuk lën para pa mbledhur duke treguar të gjitha anët e trupit që unë i kam tregu pa lek kur isha i ri. Po, edhe që nuk i japin 1 euro taks shtetit dhe popullit shqiptar. 1 euro taks nuk paguajnë ata. Blogera, influencera. Na tregojnë ne tradhtarët, disa analistë e gazetarë që paguen me lek në dorë, nuk deklarojnë pagat e tyre. Shkojnë atje ke Green Costi, bëjnë pushime në mes betonit, edhe vinë këtej, edhe ushqajnë Aldin Flamengove. Se shkojnë atje? Ne nuk kemi asnjë problem. Shkojnë ku duan, po moral, mua dhe Partia Socialiste të matet mirë çdo kush që i bën, sepse ne nuk jemi të përsosur. Ne nuk jemi pa gabime, po moral nga Mustafa Nano, i cili erdhi në zyrën time, ushtria atje në Kulltuk, e më tha, nuk kam më fuqi të merrem me këtë vend, tha, dua të shkoj ambasador. Po mirë, thash, të shohim si mund të bëjmë për këtë, se elbete, hajde, kemi pasur shkrimtare, poet, ambasador, Muçi shkret nuk është Faik Konica, po thash, Muçi shkoi ambasador në Zvicër, nuk mbajti dot një zyrë ku ishte vetëm me veten e vetëm i sekretare, nuk bëri dot një punë për vendin, e la në mes detyrën dhe kthehet mbrapsht e tregon tani se si duhet ta bëj unë detyrën dhe se si duhet ta bëjmë ne detyrën. Tregon Muçi detyrën. Tregon Muçi që oligarkët hynë në mëgjese, në dreke, në darkë, në zyrën time. Po ti më mut qa e, spioni sigurimi dje, ku e diti se ku shë në zyrën time? Ku i ke parti? Se ti ke qenë dhe demokrat dhe mbabaden. Po, kur e bën Muçi këtë llogarisën i tjerët. Po kur më thonë mua, mos u nxe, mos u mbaj veten, merr me qetësi. Po unë të kisha tipin që ti merrsha gjërat me qetësi, nuk i hyja detit në këmbë. Se disave këtu i kujtohet, Çim Hysës, kur më vun kandidat këta për Bashkinë e Tiranës. Edhe nxori ndjes pas PD-ja, nxori një farë Besnik Mustafaj, shkrimtar edhe ai si puna Muçit. Edhe tha, shikoni tha, a ishi çmendur, a i s'është normal tha, ju keni nevojë për një njeri normal. I thash unë, edhe unë i thash, qartë, e thosha vazhdimisht në për takime, se s'kishte Facebook atëre. Po që duhet ju një njeri normal? A e bot do t'i njeri normal gjithë këtë punë që ka nevojë Tirana? Këtu duhet një çmend edhe ja Allah. Apo. Po ajo që unë dua të them është nuk ka nevojë. Ajo që unë dua tani ju mos merrni kurajo me që unë thash që po t'jesh i çmend jem rregull. Se më varet se për ça. Jo i çmend me thy karrikën në stadium. I çmend me bo aty ku është një hale, me bo një stadium që të bëhet finale europiane. Dhe do isha më i qetë unë po t'isha tradhtar. Tradhtarët janë të qetë përgjithsisht. Se kam pa dhe unë ca tradhtar bashkë me Çim Hysën.
edhe me Gimin. Dhe kemi pasur tradhtarët janë të qetë, janë të verdhë, po t'i shifni, nuk kanë shkëlqim në sy. E dini si janë tradhtarët, si ai deputeti juaj, si e ka ai që tha do t'ju thym kokën, si e ka ai? Ha? Po, janë si ai, Alizoti. Tani krahasoni Alizotin me mua. Larg qoftë, po. Kështu që, miqtë e mi, ne do shkojmë përpara. Moral nga ata që se ne po thosha nuk jemi që t'i shkojmë njerëz nga mrapa. Po pat sot që s'ka shumë blogera atje, e dini pse? Janë palas gjithë sot, se kanë qenë sot edhe kthehen vonë. E do dalim prapa atje se do mbrojnë Shqipërinë këta nga ne. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga unë. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga një forcë që Shqipërinë e gjeti në lumë dhe po e nxjerr në dritë. Nga një forcë që Shqipërinë e mori në krah, kur të tjerët e konsideronin një dele të zezë, e kur nuk i hapej as i derë, dhe e bëri Shqipërinë që asnjë shqiptar ku do në botë, jo mos ketë turp thot jam shqiptar, po ta thot me krenari, edhe të filloj të dëgjoj se kur do vi tjetri me pushime. Do mbrojnë këta nga ne Shqipërinë. A kuptoni apo? Do mbrojnë ata nga ne Shqipërinë. Ca personazhe që nuk i kanë thënë punës mirëmjes. Nuk i ka thënë punës mirëmjes. E pat Fevziu, po Fevziu e pat zgjedhje, tha janë e vetmja zgjedhje. Fevziu sa herë del në një aty në bulevard do zgjedhje. Sa herë, zgjedhje tha janë e vetmja zgjedhje, tha. Edhe Rama tha të konfirmohet, tha, edhe këta tha ta nxjerrin dufin. Po pse më, çfarë është Shqipëria? Çfarë është Shqipëria? Shtëpi publike që kushdo me nxjerr dufin shkoni futi pal zgjedhje? Zgjedhjet janë në 2029. Dhe në ndërkohë ka dy gjëra tjera përpara. Ndërkohë janë zgjedhjet e vendore vitin e ardhshëm, se këta dhe nuk i din rregullat. Me shku në zgjedhje sot, i morin qafë Fevziu, se duhet 3 muaj me kriju parti. Ku e krijojnë do për 3 muaj? Se 3 muaj duhet me rregulla, me letra. Kështu me i qunë zgjedhje, ne po marrim ja 100 mandate, e pastaj çfarë do bëjmë? Do presim na vina i lloj zogu tjetër të na thotë dum zgjedhje prap. Zogu. O zogu. Zgjedhjet ne i kemi fituar për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Zogu, zgjedhjet ne i kemi fituar për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian në fund 2027-s. Zogu, zgjedhjet ne i kemi fituar edhe po kur thonë s'ka transparencë. Ne kemi thënë publikisht, do ta fusim Shqipërinë në 2030 në ligën e kampionëve të turizmit botror. Zogu, ne do bëjmë jo vetëm turizmin e destinacioneve fantastike, duke fillu nga Zvërneci, dhe jo vetëm atë që kam nisur me Vlorën, kur në Vlorë, thoshin vlonjatës, dhe vlonjatët janë të mëdhej,
Thoshin natën nuk kalohet në për lungomare, atje, Buzdetit, se të merë gropa elektrikut edhe nuk të gjenë do të as gruaja. E morëm ashtu Vlorën ne. Dhe deri në 2030 fal atij investimi, Vlora do bëhet bebja e syrit e turizmit mesdhetar. Ti e thu me emër vlla, po unë them, gjyshja ime thoshte mos e ze me gojë se vje erë, ai thoshte do ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën. Atëherë. Dhe normalisht si njeri që ishte lindur e rritur në përmale, do duhet kishte për malet aq respekt edhe aq besim sa të paktën të bënte një rrugë të vetme për të shku në mrekullinë e Valbonës. U desh të vinim ne që t'i bënim edhe ato male me rrugë, edhe që njerëzit shqiptarët huaj të zbulonin malet e Shqipërisë. Por nuk mjafton me kaq. Se që ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën e si Austrinë në përmale, duhet të bëjmë edhe atje. Duhet vendosim edhe atje pikat e turizmit që vjen me shumë para dhe që i lë shumë para vendit. Kështu që ne kemi shumë për të punë për të bërë zogu. Prandaj i kemi nda punët. Influencerat aty ke si është ajo? Blogerat të kapin njëri tjetrin, njëri të vishet si Flamengo, tjetri të vishet si unë, edhe të luftojnë kush fito. Këta të tjerët që si hienat po i përpunojnë, po i ngatrojnë, po i bëjnë salat, do e nxjerrin kokën një nga një. Po që kur e nxori kokën ai që thot rrethi është 4 orë, u pa puna. Tani do dalin dhe ca patriot tjerë, jam i bindur unë. Po ata patriotët duhet ta kenë parasysh një gjë, që kanë bërë shumë para të pa deklaruara me kauzat patriotike. Jo se është punë drejgji politika. Kështu që zogu, Loro Boriçi madhi thoshte, shiu ka punë e vet, ne kemi punën tonë. Puna jonë është ta bëjmë Shqipërinë një vend ku të gjithë ata të rrit atje, të mos kenë më nevojë kurrë që të mendojnë se duhet hik nga Shqipëria se nuk ka zgjedhje këtu, po të kenë gjithmonë 2 zgjedhje. Kush do të rri dhe ta ketë mundësinë siç e kanë ata të tjerët në Europë, kush do tiki, sepse nuk jemi më në bunkerin e Enver Hoxhës. Apo jo, se në qoftë se qohen italianët, edhe thonë Italia është e italianëve, e në qoftë se qohen grekët, e thonë Greqia është e grekëve, sa shqiptarë janë andej, që i marrin i ngrejnë edhe i sjellin këtej. Jo, mërë jo. Jo. Shqipëria është e Europës. Shqiptarët janë të Shqipërisë. Shumë faleminderit. Rrodh Partia Socialiste.